Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër dhe ju uroj që kjo ditë të jetë shumë e mbarë për ju. Sot në studio do të ndalemi në një temë shumë interesante, për të cilën jo të gjithë kanë informacion, por që lidhet me identitetin ton kombëtar, edhe që ka një ecuri shumë të veçantë dhe mbreslënse. Bëhet fjalë për monedhat e radha shqiptare. Monedhat përkujtimore shqiptare, më saktë fusha e numizmatikës është shumë interesante. Për monedhat përkujtimore shqiptare është shkruar dhe një libër, i cili zëvend në stendat e panairit librit të Ban të Lirë, dhe që jepet edhe më afër, edhe më pranë lexuesit të Shkodrës. Ajo është shkruar nga zonja Shpresa Lubonja, përgjegjëse e zyrës së muzeut në Bankën e Shqipërisë, një arkeologe e monedhës përkujtimore shqiptare, do thoja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe faleminderit. Shpresa. Ju falenderoj shumë që jeni sot e pranishme në Mirëmëngjes Shkodër, edhe madje duke u ndalur në një tematik të tillë, unë mendoj se biseda juaj do të jetë shumë informuese. Apo jo? Shpresojmë. Keni sjellë librin tuaj në panairin librit të Ban të Lirë, dhe keni shprehur edhe respektin për qytetarët e Shkodrës, për njerëzit që interesohen për gjëra të veçanta dhe të rralla, apo jo? Po e drejt, vetë tematika e këtij panairi, libri, po e them si ju, të Ban të Lirë. Se kështu është. Libri të Ban të Lirë. Liria është ajo që më ka bërë të lirë të shkruaj këtë libër, përpos që unë kam pas fatin që të njoh një nga koleksionistët më të vjetër shkodran, që tashmë s'është më, dhe respekte për të, zotin Mark Pali, i cili më ka udhëzuar, le të themi, në pjesën e koleksionimit, në pjesën e gjurmimit të historisë së monedhës, dhe e kam përmendur në këtë libër pikërisht për atë çka i ka lënë në historinë e monedhave. Ndoshta mund ta themi dhe gjatë rrugës, por është, pra, kur përmend një mesazh të monedhës, ka pas të tilla që një grosh të 1908-s që e ka përmendur në një nga revistat e koleksionistëve, buka e Shënanojit, e shkruar në monedhë, që përdorej për të vobektët. Pra ka shumë gjëra, mesazhe që ne do t'i shikojmë dhe rrugës. Ju në ngacmuat diçka mbi përmbajtjen e këtyre monedhave. Megjithatë, meqenëse se Banka Shqiptare e filloi rrugtimin e saj në 1925 dhe monedhat në 1926. Kjo periudhë i përket një periudhe ku emetohen monedha të shumta me kurs dhe pa kurs ligjor. Në fakt, çfarë mund të quajmë monedha historike? Cili është kuptimi i këtij termi? Po, ju me të drejtë thatë që ka monedha me kurs ligjor dhe pa kurs ligjor, sepse detyra e një banke qendrore është të emetoj paran, e cila përdoret për qytetarët. Pra, mesazhi, misioni i saj i rëndësishëm është plotësimi i kërkesave të ekonomisë për para. Por një drejtim tjetër, i cili është i përmendur dhe në ligjin për Bankën e Shqipërisë, është edhe emetimi i monedhave përkujtimore për qëllime numizmatike. Çfarë do thotë kjo? Misioni i këtyre monedhave është që të evidentojnë ngjarje, personalitete të cilat kanë shënuar diçka në historinë e vendit tonë, dhe përmes monedhës është një mënyrë më e thjeshtë për të mbajtur mend këtë ngjarje, për ta vlerësuar, dhe kuptohet pastaj për atë kategori që edhe e koleksionon, edhe për muzeun është një vlerë që mbetet këta. Dhe kjo monedhë nuk është me kurs ligjor, pra emetohet thjesht dhe vetëm për qëllime numizmatike. Ndërkohë, nëse i referohemi eksperiencave të Bankës Kombëtare të Shqipërisë, që është periudha e vitit 1925, 1939, se 44-45 ka qenë periudha e luftës dhe nuk ka pas emetime përkujtimore, atëherë ato kanë qenë me kurs ligjor. Kjo i referohet pastaj dhe vetë
ligjit që ishte statuti të bankave të bankës tonë qendrore që emetonte monedhën me kurs ligjor, sepse monedha ishte monedha ari dhe çrëndësi kishte pra përshkrimi se ishte monedha për 10 vjetorin e mbretërisë apo për 25 vjetorin e shpalljes pavarësisë apo për martesën e mbretit zog. Të gjitha këto ishin përkujtimore, por nga ana tjetër ishin dhe me kurs ligjor, sepse monedha në atë periudhë do të thotë përdoreshin në treg, sepse monedha në atë periudhë ishte monedhë e artë. Ndërkohë ndryshon eksperjenca mbas Bankës së Shtetit Shqiptar, sepse monedha përkujtimore nuk ishte më kurs ligjor, por ndoshta e themi rrugës. Pra nuk është mjet shkëmbimi, nuk përdorej në qarkullim më thjesht. Pse është e rëndësishme që të ketë monedhë përkujtimore një bankë? Dhe a është kjo një standard i bankave serioze të shteteve? A e kanë shtete të ndryshme banka qendrore siç është Shqipëria dhe të tjerë? Pse është e rëndësishme që të ketë një monedhë përkujtimore? Shumë e drejtë, pyetje e bukur në fakt, sepse shikoni nuk jemi të parët që shpikën monedhën përkujtimore. Dhe në libër unë e trajtoj që është një eksperiencë e gjerë ndërkombëtare dhe ka pas një pik, një periudhë kur monedha përkujtimore u pa edhe si një mjet për të siguruar të ardhura në valutë të bankave ose të shteteve, sepse ka dhe një teknikalitet në këtë. Pra, emetimi i monedhave në disa vende nuk është e drejtë e bankave qendrore, po e ministrive të financave, e qeverive. Kartë monedhat po i emetojnë bankat qendrore. Ndërkohë, në eksperiencën e bankës tonë qendrore, edhe monedha dhe kartë monedha emetohen nga banka qendrore, nga Banka e Shqipërisë. Pra, historia dhe monedha kanë një paralele që ecin si tregues të një identiteti dhe të ecurisë së tyre. Po, jo paralele, po them se ndërthuren shpesh, plotësojnë njëra tjetrën dhe nganjëherë është mënyra më e thjeshtë që përmes monedhës të kujtosh, të mbash mend. Cila është monedha e parë përkujtimore shqiptare? Monedha e parë përkujtimore e një bankë, e bankës tonë qendrore, është monedha 20 franga ari, e emituar në vitin 1926, e cila është prodhuar, shtypur, emetuar për nder të paktit të miqësisë Itali-Shqipëri. Dhe vetë dizajni i kësaj monedhe që ka portretin e Skënderbeut është një domethënie për atë periudhë, sepse përmes saj synohej që të jepej mesazhi që vërtet ne ishim një bankë qendrore që u krijua me kapitalet përbashkëta të bankë të Italisë të Shqipërisë, por ama një monedhe emetuar në këtë mënyrë, një monedhë që prezantonte Skënderbeun, jepte edhe një mesazh tjetër që vërtet ne jemi një bankë që kemi kapitalet përbashkëta, por ama kemi edhe një pavarësi të legjitimuar përmes këtij heroi të gdhëndur në monedhë. Sepse është identitet. Dhe në libër, përveç se shpjegohet ky moment dhe se si kur është emetuar ka pas një tirazh të vogël të monedhave dhe eksperienca e bankës qendrore ka qenë që ai që e dëshironte këtë monedhë për ta marrë duhet pronetonte dhe shpërndarja e saj duhet bëhej sipas rendit kronologjik të kërkesave, gjë që është paksa goxha e rregullt, sot jo, por është shumë interesante, është shumë demokratike. Po. Dhe pra kush zinte radhën për ta tërhequr, që donte këtë monedhë. Kishte vlerë të madhe? Kjo ka pas vlerë për vetë faktin se ishte monedhe e artë dhe veç vlerës 20 franga, që ishte vlera në treg, le të themi, sepse kartë monedha në periudhën e fillimit të Bankës Kombëtare Shqipërisë ka qenë e njëjtë, pra ka qenë me kurs ligjor dhe atëherë nuk do të thoshte se ishte kartë monedha apo monedhë, po vlera atyre ishte e barabartë, sepse vetë franga ar ishte një status që Banka Qendrore i dha monedhës kombëtare, e cila ishte për shkak edhe të Unionit Monetar Latin, ajo kishte vlerën të njëjtë franga ar. Më pas në 39-ën po është histori e monedhës dhe që unë nuk i kam hyrë kësaj se si ka evoluar në periudha të ndryshme pikërisht historia dhe monedha përkujtimore. Atëherë janë dy linja. Në një kënd vështrim të përgjithshëm, kuptohet. Unë kështu jam munduar pra kjo është kolana e këtij botimi, sepse e kam ndarë që janë emetimet, pra pa i ndar Banka Kombëtare e Shqipërisë, Banka e Shtetit Shqiptar dhe Banka e Shqipërisë, por ka marrë tematikat. Pra cila nga këto institucione ka trajtuar figurën e Skënderbeut, cila nga këto tre institucione ka trajtuar pavarësinë, figurën e Ismail Qemalit,
më pas kemi parë antikitetin dhe i kanë veçuar rëndësinë që i ka dhënë secili institucion. Pra nëse përshkruaj Skënderbeun, Banka Kombëtare e Shqipërisë në 25-ën e ka përfshirë ke Pakti i Miqësisë Itali-Shqipëri. Banka e Shtetit Shqiptar në periudhën e socializmit e ka përfshirë ke 500 vjetori vdekjes së Skënderbeut. Banka e Shqipërisë 550 vjetori Skënderbeut dhe duke i trajtuar në këtë linjë kam marrë çfarë ka prezantuar secila monedhë dhe ndoshta për interes edhe të dëgjuesve të Radio Shkodrës, po them për shembull seria e vitit 1968. Ka tematikën 500 vjetori i vdekjes së Skënderbeut. Është një seri me 8 monedha, ka 5 monedha ari, 3 monedha argjendi. Dhe duke i hyrë leximit të mesazhit të kësaj monedhe dhe asaj që kam gjetur në letrat e arkivit, kam parë që ajo ka qenë një seri e emetuar për 500 vjetorin. Por po të shikosh dizajnin e monedhës që unë kam dëgjuar edhe rëndom nga të interesuar që e kam bler atë seri, kanë thënë nuk ka lidhje tematika me dizajnin. Kur lexoj mesazhin të tematikës, atëherë është thënë që vërtet Shqipëria po emeton një seri monedhash numizmatike për 500 vjetorin e vdekjes së Skënderbeut. Por ama përmes këtyre monedhave që ishin të destinuara të prodhoheshin jashtë dhe të shiteshin jashtë, ne do japim disa mesazhe. Dhe po të shikosh secilën monedhë, aty gjen vallën e shpatave të debutuar për herë të parë në 1968 në festivalin e Gjirokastrës, që është i pari festival që u çel në 1968. Dhe unë këtu e trajtoj, pra ai dizajn nuk ka qenë kot i vendosur në atë monedhë, sepse në 68 pikërisht nisi si pari i festivaleve kombëtare në Kalan e Gjirokastrës, që vazhduan prej 5 vitesh deri në 85 dhe më pas u ndërprer dhe rifilluan. A janë të gjitha periudhat historike të Shqipërisë të pasqyruara në monedhat përkujtimore shqiptare? Nuk është e mundur të pasqyrohen të gjitha, sepse monedhat në traditën mund të trajtohen dikur një tematik, më pas 2 tematika, 2-3, dhe është e pamundur që të mbulosh një përvjetor, por me sa të paktën nga eksperienca e Bankës së Shqipërisë, që ka pas edhe një përzgjedhje nga një grup ekspertësh për të vendosur për to, është përzgjedhur diçka domethënëse, pikante, që vërtet ja ka vlejtur për ta promovuar. Pikrisht këtu desha të bëja një ndalesë. Si nis ideja për të emetuar një monedhë historike? Besoj se duhet të jetë një proces kolegjal, po e them, por më pas një proces teknologjik e më pas një proces tjetër promocional. Janë të gjitha këto komunikime derisa monedha bëhet e pranishme. Po. Në gjithë historinë e emetimeve të bankave qendrore, gjithmonë ka pas një indicje nga vendimarrësit për të emetuar një monedhë përkujtimore dhe po e marr shkurtimisht me radhë. Banka Kombëtare e Shqipërisë për shembull atëherë ka qenë indicje që të promovojë 25 vjetori i shpalljes pavarësisë, 10 vjetori i mbretërisë, martesa e mbretit Zog. Këto janë 3 përveç monedhës së parë që përmenda, që është Pakti i Miqësisë. Banka e Shtetit Shqiptar e ka parë në një kontekst tjetër, ka pas sepse kështu kanë qenë dhe vitet 1960, ka qenë tregu i orientuar drejt përkujtimoreve për shkak të vlerës së argjend dhe shifeshin si një mjet edhe për ta promovuar Shqipërinë. Dhe tematikat që janë zgjedhur, për shembull, un kam parë që shpalljes pavarësisë Banka e Shtetit Shqiptar nuk i ka kushtuar tematik, ndërkohë pavarësia është trajtuar nga Banka Kombëtare dhe nga Banka e Shqipërisë. Në këtë periudhën e socializmit shohim përveç vdekjes së Skënderbeut, ka tematika që lidhen me 69 me çlirimin. Po, periudha historike është 25 vjetori i çlirimit dhe më pas 45 vjetori i çlirimit. Pra nuk shohim tematika. Ama Banka e Shqipërisë e ka zgjeruar goxha tematikën. Un kam pas fatin të jem në le të themi nisjen e këtyre iniciativave dhe më pas në bashkëpunimin me grupe pune. Dhe keni një përvojë të madhe në këtë fushë rreth 30 vjeçare. 30 vjeçare që
kam pas fatin, thashtë jem ke pjesa e procesit të emetimit të kësaj kategorie të veçantë të monedhave për kujtimore. Keni ndonjë kujtim të veçantë për nisjen e monedhave të cilat natyrisht kanë pasur një rrugtim interesant? Do veçoja 2 momente. Momenti i parë është viti 2000, pra që nga 1992 deri në vitin 2000 ka qenë e pamundur për shkak të procedurave për Bankën e Shqipërisë të emetonte një monedhë përkujtimore, sepse ishte vështirë të dilje në tregun ku këto prodhohen me një tirazh të vogël. Dhe grupi i parë i punës, mbaj mend që kemi qenë përfaqësues nga Instituti i Historisë, nga Instituti i Gjusisë, nga Akademia e Pikturës e Arteve, dhe kishim një dizenjator, Genti Gjikopullin, që e kishim në komision, dhe ideja ishte që ne përveç tematikave do të realizonim edhe skicat e monedhave që të shkonin të miratoheshin në këshill. Kam pas atëherë në grup pune zonjën Ana Lalaj, e cila sugjeroi, e diskutuam të gjitha në grup, renditëm disa tematika dhe na u duk interesante 10 vjet demokraci. Pra ishim në hapat e parë, 92-2002, dhe e menduam si një tematik që mund të prezantohej, integrimi i Shqipërisë në Europë. Dhe të gjithë bashk menduam se si do vinte në monedha, dhe Gentin që e kishin pjesë të grupit e dizenjoi monedhën, dhe 2 monedhat që janë argjëndi, 100 lek dhe 200 lek, kam pikërisht njëra ka mesazhin nga të dyja, nga njëra anë një dorë e madhe që është dora e Europës dhe dora e vogël Shqipëria që është e vendosur dhe e mbështetur. Pra janë mesazhe që duhet të lexohen. Nga ana tjetër pastaj është thënë 10 vjet integrimi i Shqipërisë në Europë, dhe kemi thënë edhe pse ishte kjo, unë e kam shkruar, do më thënë pse ky leitmotiv u përkra nga të dyja forcat në atë periudhë, që është dhe sot, se akoma jemi në këtë është një curi. Dhe më fal, dhe një moment të dytë, për shembull monedha për kodikun e purpur të Beratit. Kjo monedhë ka qenë periudha e ndrimit të guvernatorëve, viti 2005, ishim të papregatitur për tematik, ndërkohë mesazhi që na erdhi, shiko, këtë fushë duhet ta zhvillojmë, ta promovojmë, sillni materiale, propozoni. Mbaj mend të gjendur përballë kësaj kam dëgjuar një ditë në mëngjes që kodiku i purpur të Beratit ishte pranuar nga UNESCO si vepër e trashëgimisë tonë kombëtare. Të nesërmen kam vajt ke drejtori i departamentit, i thash, shiko, më duket interesante, çfarë mund të bëjmë? Po, të shkosh të flasësh me drejtorin e arkivit, zotin Shaban Sinani, në atë kohë drejtor. Shkova, i prezantova këtë, ju duk shumë interesante, dhe më vonë më tha, më ke lënë skeptik se nuk e di se si kjo gjë do përkthehej në monedhë, por fal talentit piktores tonë Brikena Berdo, u realizua një monedhë të jetë e veçantë, dhe u gjetën disa element që vërtet ai kodiki ka. Pra ka fine pentagramit që është për herë të parë e shkruar në kodik dhe është reflektuar në atë faqe që është në monedhë. Është monedha e parë me 2 ngjyra, ka shumë element. Shumë interesante. Ndjeni lumtur dhe kënaqur kur e shihni atë monedhë në muzeun tuaj? Po, ajo monedhë përveç të është e publikuar në muze, ajo ofrohet edhe për shitje. Në Bankë Shqipërisë ka një dyqan që mund të ofrojë. Do të kalojmë më pas te kjo pjesë, sepse është shumë interesante. Më shumë se sa ndihem, le të them, tamam ndihem e lirë, dhe ndihem që kam lënë një gjë që vërtet duhet të shkruaj, duhet të thuaj, duhet ishte diku e thënë në kompleksitetin e saj. Më bën përshtypje se kjo temë nuk është shumë e njohur. Nuk e di pse. Duhet ishte, mendoj, qoftë edhe për zgjerimin e njohurive të vlerave të asaj që posedon vendi ynë. Por nga ana tjetër zbesoj se të ketë pasur një politikë diskrete rreth kësaj teme, apo ja? Jo, varet nga rrethanat. Ju përmenda më parë që Banka e Shtetit Shqiptar emetoi një seri monedhash përkujtimore për shkak të situatës që ishte edhe në arenën ndërkombëtare, pra ku përkujtimore tregtoheshin, dhe sot mendoj
që ne fal atyre monedhave kemi qenë goxha të njohur. Pra, këto monedha ishin të jetë të njohura në tregun ndërkombëtar. Ishte periudha atyre viteve. Ndërkohë, në tregun e brendshëm nuk mund të jetë e njëjta gjë. Sepse vetë situata e mbylljes dhe më pas e hapjes 92 deri vonë kanë qenë me kokra njerëzit që vërtet e njihin këtë fushë dhe që interesoheshin dhe që e vlerësonin dhe që dinin shumë çka për këtë fushë. Është periodike prodhimi dhe emetimi i monedhës përkujtimore, që do të thotë në një 3 vjeçar, në një 2 vjeçar, 5 vjeçar, nuk e di se sa mund të jetë. Ju përmenda deri në 2002 nuk ka pas emetime përkujtimore sepse që në cili vit? Nga 92 për Bankën e Shqipërisë po flas, sepse është periudhë për cilën vërtet kam punuar që nga 92 aty dhe jam akoma. Nuk ka pas emetime të tilla, por më pas, sa po hym në treg, qoftë edhe me gjëra me tirazhe të vogla, sipas mundësive, sipas procesit, kemi arritur të kapim një tematik, pra çdo vit, pothuajse ka pas dhe ndërprerje patjetër, por që jemi munduar që gjatë gjithë kohës të ketë emetime përkujtimore. Ka shumë të tilla, për shembull është 105 vjetori Kongresit Manastirit, 135 vjetori Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, 110 vjetori Normales Elbasanit, kemi për Nën Terezën, pra gjitha këto janë. Aktualiteti sa ju frymëzon? Jemi në një periudhë kur në mbar Europën po diskutohet që monedha të reduktohet në përdorim në cash. Por duke punuar për këtë libër pash që dhe andej po mendohet që përkujtimorja të mbetet. Kanë hartuar programe të veçanta të cilat do jenë vetëm për emetimet përkujtimore, pra që kjo gjë të mbetet, pavarësisht që keshi monedha nuk do përdoret në qarkullim, por ama për përkujtimore do ketë programe të veçanta. Shiko, ne kemi një gjë që ndoshta dhe jo shumë për kushtet që kemi pas atëherë për mundësinë e koleksionimit e të tjera, por bota jashtë e kanë edhe më të zhvilluar këtë fushë se vërtet emetohet, ato thonë monedhë përkujtimore me kurs ligjor, ndërkohë ajo mund të jetë ari, mund të jetë argjendi, por njerëzit janë fal edhe informacionit, publikimit, traditës, gjithçkaje, janë koshient që ajo monedhë nuk ka vlerën ta zëm 10 euro. Ajo është përkujtimore dhe ajo do ketë vlerën sa kushton argjendi edhe kostot e tjera të rënduara mbi të. Është shumë e çmuar. Ndërsa ne këtë nuk e kemi. Kur ju pyetja për aktualitetin, kisha parasysh shumë vlerësime që merr kultura jon, historia jon, xhubleta, lahuta, veshje të ndryshme që përbëjnë një interes të madh të përfaqësimit të kulturës dhe të historisë sonë. Ndoshta edhe kjo ka gjetë vend në monedha fal bashkëpunimit me zonjën Afrodita Onuzi, e kemi pas në komisione. Edhe ka ditur që të na përfshi edhe ke pjesa e objekteve të trashëgimisë kulturore dhe ne kemi një monedhë ndoshta e vogël, por që flet shumë, që kemi xhubletën të gdhëndur në të. Është monedhë ndoshta sot them pse të mos bëhen argjend ose është në metal të thjeshtë, por gjithsesi është një gjë e bukur dhe të sjell diçka në vëmendje. Ose kemi monedha për antikitetin shqiptar, fal bashkëpunimit me zonjën Shpresa Gjon Gecaj, që dhe ajo u imponua për të futur edhe këtë kulturën e prezantimit të antikitetit shqiptar në monedha. Sa interesante dhe rëndësishme është realizimi artistik dhe dizajni. Pyetje shumë e bukur, me thënë drejtën, është baza. Është baza nëse do të ecësh të realizosh qëllimin pse e ke emetuar këtë monedhë, duhet që dhe mesazhi të shprehet bukur. Dhe nëse shohim për shembull monedhat e Bankës së Shtetit Shqiptar, dizajni është bërë nga kompanitë e huaja. Janë monedha që kanë fituar çmime ndërkombëtare. Monedha e vitit 1991-92, periudha e tranzicionit që kanë qenë kontrata të Bankës së Shtetit Shqiptar, është monedha për lojrat olimpike të Barcelonës. Në fakt janë 3 monedha, njëra është set. Ajo i ka marrë çmimin monedha më inovative, më realizuar artistikisht,
por ama dhe gjetja e saj, shkrimet janë edhe në spanjisht ku janë bërë lojrat olimpike, edhe në Shqip, lojrat olimpike të vitit të çmime janë honorifike apo janë çmime reale, janë çmime reale, si kupa le të themi, dhe që kanë Coin of the Year, edhe kanë vitin, pra bota e njeh. Kemi monedhën e vitit 1988 për 42 vjetorin e Kurudhës, është një monedhë argjend e madhe me tunelin e depërtueshëm. Ajo ka fituar çmimin më inovativja, është më rëndësishmja për 88-ën, më e madhja, realizuar artistikisht, dhe dizajni, qasja që ka bërë artisti në atë monedhë është vërtet gjetje. Dhe ato janë nga më të kërkuarat për post tirazhit, për post provave që janë bërë, po edhe kjo pjesa artistike, cili institucion i jep këto vlerësime? Cili institucione ndërkombëtare? Është Coin of the Year, është një komision që bën vlerësimin e monedhave, dhe aty përcaktohen ka 10 standarde kushte që duhet çmime që japin, pra mund të jetë monedha më e mirë në argjend, më e mira në ar, më inovativja, më realizuara, më e përshtatura me tematikën, më e drejtë për drejta me tematikën, ka disa standarde. Ndërkohë shiko, bota ka shumë standarde. Edhe nëse ne themi do jetë monedha ari me këtë pastërti ose monedha argjendi me këtë pastërti, ato din dhe kanë standardet për ta ndajtur edhe kush është proof, pra që është dhe vlerësohet, dhe nëse certifikohet nga institucion, patjetër që monedha është e asaj cilësie. Kush i prodhon këto? Ka kompani të specializuara për prodhimin edhe të monedhave me kurs ligjor edhe përfshirë për kujtimoret. Janë kompani të huaja. Po ne në Shqipëri nuk e kemi traditën, kemi pas vetëm 2 eksperienca në vitin 2005, kur ne donim të bënim monedha edhe me një kosto të pranueshme që gjithkush të fillonte të koleksiononte diçka. Janë monedha që u përdorën pullat e 10 lekshit që kemi në qarkullim, dhe ajo pull u përdor për monedhën për kujtimore, duke i ndryshuar tematikën edhe, por si madhësi është e njëjta. Ndër rastet jo të shpeshta. Pra ishte një tentativë, le të themi, po përdorim këto që kemi dhe të shikojmë ç'mund të bëjmë, por që ngeli deri aty. Përsëri këm nguli tek artisti që i realizon, te dizajni, tek këndvështrimi artistik, janë artistë shqiptar kryesisht? Në pjesën e eksperiencave të Bankës së Shqipërisë ka pas komisione të cilat publikonin konkursin, sepse ka një procedurë të shkruar në Bankë Shqipërisë, që se si do të zhvillohet, që nis që nga propozimi tematikës deri në realizimin, dhe përfshihet brenda edhe procesi konkursit. Dhe pjesëmarrësit pastaj janë të ftuar kushdo që zakonisht çfarë aftësie kanë këto monedha? Janë të ndryshme. Në eksperiencën e Bankës së Shqipërisë është munduar të ruhet një traditë, le të themi, që monedhat e arit ke 6.75 gram, kuptohet kjo edhe për koston, pra të jetë diçka e pranueshme, pavarësisht që dhe vetë ari tash është rritur dhe kostoja kuptohet që është rritur brenda. Monedhat e argjendit prapë të kenë dhe ato të njëjtën, dhe vim dhe ke monedhat me metal të thjeshtë që ndoshta. Kush e përcakton tirazhin e tyre? A kanë të gjitha emetimet të njëjtin tirazh apo ndryshojnë? Shiko, në fillimet e eksperiencës u vendos një tirazh për monedhat e arit, argjendit, ke 1000 copë, 2000 dhe 3000, për shembull kemi një tematik ndërkombëtare që ka qenë 500 vjetori statujës Davidi, duke u nisur se ishte një tematik ndërkombëtare që do kishte interes dhe vërtet kishte interes. Tirazhi u vu paksa më i lartë. Ndërkohë, duke parë që nuk është se kishte një ecuri në shitje, se gjithmonë këto janë të shoqëruara, pra prodhim, marketim, bota ka tjetër qasje. Fillimisht ai bën kontrata me blersin dhe pastaj shkon ke prodhimi. Ndërkohë ne të paracaktuara, por ne jemi shumë modest në këtë fushë, dhe tirazhi patjetër që është modest. Më e vogël. Po vlera. Po të shohim vlerën, unë jam ftuar në një emision vitin që kaloi, duke qenë se ishte viti 100 vjetorit të Bankës së Shqipërisë. Më nxorën direkt, kjo bën $40,000, kjo 45, më nxorën një monedhë, shiko, kjo është $100,000, e pash ishte monedhe arti, thash dëgjoj, vetëm pesha e saj në ar e ka të vlerë, kështu që mos u çudisni.
Monedat e rralla, sidomos ato që janë bërë prova në periudhën e socializmit, janë vërtet moneda të kushtueshme në treg dhe fal tyre jemi shumë të njohur në tregun ndërkombëtar, jo vetëm nga koleksionistët, në bursa ku këto moneda vërtet tregtohen, janë moneda jo vetëm për metalin, për tematikën, për realizimin artistik e shumë çka. Të periudhës së socializmit. Të periudhës, po, është një periudhë që vërtet ka bërë histori. Duket pak sa çudi, por duke qenë se kontratat ju lan prodhuesve dhe në kontratat e tyre gjej të thuhet që shiko do prodhohen 5 copë ekzemplar promocion. Dhe ky 5 copëshi i ka lënë kompanitë atëherë që ta shfrytëzonin shumë bukur tregun, që me një copë mund nxirrte gjithë koston e prodhimit. Sot për shembull e shoh në këtë këndvështrim. Sepse jeni një specialiste. Natyrisht kjo është një histori shumë interesante, po a lëviz vlera e një monedhe në vite? A bëhet ajo më shtrenjtë ose i bie vlera sipas kërkesave ose diçka tjetër? Po, shiko, vetë metali e bën monedhën, pra metali argjend që vlera e saj të ruhet ndër vite. Ndërkohë, nëse vim ke monedha e 100 vjetorit, për shembull 100 vjetori i Bankës së Shqipërisë, u bë një monedhë për 100 vjetorin, u bë një monedhë me tirazh të vogël. Vetë tirazhi i vogël e bëri monedhën të kërkueshme. Sepse aq copë ishin dhe vetë ne punonjësit në atë institucion ta kem një monedhë për 100 vjetorin sepse kam qenë në këtë 100 vjetor. Ju vetë jeni një nga të blerësit e parë? Vetë punojësit e bankës? Kemi blerësi, shiko, kjo pjesë është, do më thënë, ndoq një rregull që si të gjithë dhe ne ishim të barabartë dhe do blini. Dhe po ti referohesh asaj blerjes së parë që ishte me radhë, kjo është diçka e natyrshme. Po, e natyrshme, dhe e vërtet, por po ti referohemi tirazhit, ajo gjëja e paktë e bëri që kjo monedhë të ikte, pra edhe pse është aktuale, monedha argjendi, fal koherencës, e bëri atë që iku me njëherë. Dhe kjo doja të dilja që kemi qenë në vite shumë pak koherent ke emetimi, pra kemi bërë një monedhë e cila ka dalë më mbrapa se sa të përkujtojë ngjarja. Edhe kjo ka rëndësinë e vet, se kur je, si themi ne, hekur i rrihet sa është i nxehtë, pra kur bën një monedhë, e bën për këtë përvjetor, urdhro monedhën që të shkoj me eventet ose dhe ai që do ta dhuroj e merr dhe e dhuron për çfarë promocioni bën pikërisht të Banka e Shqipërisë për dhe kujt më shumë i drejtohet, sepse do të kenë njerëz jo ata që kanë një të ardhura të pakta, duhet të kesh një nivel të caktuar ekonomik dhe kulturor që ti drejtohesh pikërisht kësaj fushe, apo jo? Po, shiko, banka e ka të publikuar në faqen e saj zyrtare emetimet në vite, emetimet përkujtimore, ka një katalog për shitjen e monedhave, ka një dyqan ku ofrohet dhe bëhet shitja e monedhave, pra funksionon si infrastrukturë, si praktik është aty. Pra, çdo kush që është interesuar mund të hapi katalogun. E marrin njerëzit dhe përdorin si garanci pasurore. Këtu doja të dilja. Në eksperiencën time, për shembull, mbaj mend që vitet e para kanë qenë me kokra njerëzit që blinin monedhë përkujtimore. Ndërsa sot kanë filluar ta shohin edhe si një subjekt dhurate. Shiko, po marr, po i dhuroj dikujt këtë gjë. Edhe me kuti, dikush e vendos edhe dekorative. E kam parë si objekt dhurate dhe është rritur numri atyre që e shohin edhe si në këndvështrim tjetër. Interesante, sa mund të jetë vlera e një, mesatarisht vlera e një monedhe? Po varet, ndoshta mund të shkoj, po të shkoj ke mesatarja e argjendit që mund të jetë ke 150 euro, po flas sepse është tjetër pikë kjo që themi të reja të vjetra që duhet themi lekë të reja. Ju bëni një promocion në këtë rast, po unë mendoj se vlera duhet të jetë shumë e lartë. Është, pastaj janë procedura, varet, nuk të them sa mund të peshojë një monedhë. Mesatarisht. Ka monedha argjendi 35 mm me të artat. Të artan e pak kemi, nuk 3 monedha janë në shitje, është Nën Tereza, Ismail Qemali, statuja e Davidit. Këto të treja janë për shitje në monedhari. Kështu që
nuk mund të them, domethënë, ato 3 janë koleksionistët ju I njihni, vinë dhe rivinë për t'u interesuar, apo ka dhe një shkretëri? Besoj po, sepse është një njësi që kujdeset për to, po unë them koleksionistët janë misionarët e koleksioneve shqiptare në botë, sepse ata I marrin dhe vijojnë me tregu ndërkombëtar. Keni shkruar këtë libër. Në fakt është I dyti, sepse ju keni shkruar edhe për monedat në qarkullim. Po ky besoj... Ai është botimi I Bankës së Shqipërisë. Kjo është një iniciativë tërësisht personale. Si ka lindur pikërisht ideja për ta shkruar? Çfarë frymëzimi keni pasur? Eksperienca ime prej mbi 30 vitesh që përmendet, duke qenë se jam marrë që me fillesat e këtyre monedhave, detyra ime e parë që mu la atëherë ishte të shikoja kontratat e Bankës Shtetit Shqiptar për emetimet përkujtimore, dhe aty pash se ku ishim ne, sa të njohur ishim ne në tregu ndërkombëtar, se ç'ishte bërë me monedhat tona në tregu ndërkombëtar, se sa shumë njiheshin jashtë, dhe fal asaj pune që Banka e Shqipërisë I kushtoi, me thënë drejtën, pra shiko do merresh me këtë çështje. Fal asaj pune u arritën të merrnim 10 ekzemplar që nuk I kishim, ose të merrnim klishet e monedhave që ishin lënë rrugës nëpër kompani, dhe t'i kishim dhe I kemi sot në Muzeun e Bankës së Shqipërisë. Ka patur sfida realizimi I këtij libri? Shiko, libri ka qenë aty në mos I shkruar në mendjen time, sepse kam prekur me dorë çdo hap të procesit, përveç se çdo hap të monedhës. Ajo që do të vlerësoja në këtë publikim janë 2 persona që vërtet më kanë nxitur, frymëzuar për të ardhur deri këtu, dhe e para ka qenë zonja Dhurata Agalliu, redaktorja e këtij libri, të cilës I tash mund ta lexosh dhe të më thuash diçka, dhe me eksperiencën me shumë libra që ka redaktuar më tha dëgjoj, ky libër do mbarohet. Dhe la çdo gjë të saj dhe shmar me këtë libër, por kolegja ime Brikena Bërdo, që është edhe dizenjuese e këtij botimi, ka qenë mbështetëse, frymëzuese në çdo hap. Shiko, ke një gjë në sirtar, nxjerrë botoj që ta kemi të gjithë ta dim këtë histori. Shumë e bukur. Ndërkohë, keni ndonjë ngjarje shumë të veçantë që e ke pasqyruar në libër, por që të ka bërë edhe ty përshtypje dhe të ka dhënë një impuls shumë të madh në punën tënde? Përveç kodikut të purpur të Beratit, do të veçoja serinë e monedhave përkujtimore me tematikë ndërkombëtare, statuin e Davidit. Po e përmend këtu sepse shumë pak e din, dhe ndoshta diku dhe është kontestuar që ne me një tematik të tillë. Ne atëherë kishim një ftesë nga kompania që merret me publikimin e monedhave ndërkombëtare, dhe tha shiko, viti që vjen është viti përkujtimit të 500 vjetorit të statuis Davidit, dhe është një mënyrë që dhe Shqipëria të njihet në këtë tematik ndërkombëtare. Dhe ne e propozuam këtë tematik, është realizuar në mënyrë të shkëlqyer, sepse dizenjues ka qenë zoti Namik Prizreni, por ama ne nuk dolëm dot në kohë për atë tematik. Pra ne ishim më mbrapa ajo që thash, që ngjarja duhet të përkojmë atë që emeton. Dhe kjo më pas, për shembull, kam dëgjuar diku në për konferenca kur ka pas mundësi të shprehen për këtë, që ne Shqipëria me një tematik të tillë, ndërkohë që ne kemi shumë të tjera. Po, sepse ishte në kulturën e shumë vendeve, ashtu sikurse kemi trajtuar lojrat olimpike të Barcelonës, është në traditën e shumë vendeve. Me një tematik ndërkombëtare është një fushë tjetër, pra mund të jetë Shqipëria, mund të jetë Franca e tjerë. Pra një tematik Italia patjetër. Pra një tematik trajtohet nga disa vende, dhe kjo është një mënyrë tjetër se si të përfshihesh në integrim me kulturën dhe me historinë. Kjo për shembull më ka bërë përshtypje për këtë qasje të mëpasshme, duke ditur historinë se si erdhëm ke kjo tematik. Por ama fakti që është një monedhë që dhe është tregtuar, është një monedhë dhe realizuar shumë bukur, ka shumë përmbajtje në të, kjo e bën pastaj dy fish të vlefshme. Është shumë interesante të shikosh në këtë ecuri
historinë, kulturën, identitetin, realizimin, seriozitetin, vlerën, promocionin, atë vlerën pasurore, përveç vlerave historike dhe kulturore, vlerën pasurore që përmbajnë këto monedha, ndërkohë që edhe interesi për ta nuk vjen në zbritje, po në rritje, me sa shoh. Është një proces në vijimsi? Besoj do të vijoj, të paktën për 100 vjetori nuk bë një monedhë e cila po shprehem kaq sa mundem në këtë hapësirë që është një monedhë shumë përmbajtësore, sepse është tentuar përmes dizajnit të jepen dy figurat në kartmonedha shqiptare, ajo e kartmonedhës së parë të vitit 1926 dhe kartmonedhës 10.000 lekë të 2019-s, ndërkohë në anën tjetër të monedhës është mirë menduar dhe janë vendosur datat më domethënëse të 100 viteve histori të Bankës Qendrore, të cilat unë i kam përshkruar në këtë libër, pra se çfarë domethënie ka secila datë e prezantuar në të. Shumë interesante. Edhe diçka për t'i dhënë vlerën që vërtet kjo punë meritonte. Ky libër ka dhe recensent shkencor, zotin Gjon Boriçi, që është profesor doktor dhe njëkohësisht studiues. Bisedën shumë interesante, për kontributin tuaj të veçantë, për ecurinë e monedhës historike shqiptare. Natyrisht panairi i librit Banklir merr edhe një botim tjetër me vlerë. Lexuesi i Shkodrës e ka afër këtë botim, i cili i drejtohet edhe koleksionistëve, por edhe atyre që kanë dëshirë të zgjerojnë njohurinë e tyre mbi të gjitha ecuritë e këtyre monedhave që janë gjë tjetër veç se identiteti jonë. Shumë faleminderit. Ju falenderoj shumë zonja Shpresa për këtë bisedë. Unë do ta quaja me shumë interes, shumë të bukur, sepse ju jeni një specialiste dhe jeni një arkeologe e kësaj fushë. Ndërkohë që ky libër vërtet thot shumë çka, më në imësi dhe më gjërësisht. Mbarësi dhe suksese gjithmonë. Shumë faleminderit për ftesën, për mundësinë për të shpjeguar, për zgjedhjen e pyetjeve që për mua ma bën shumë të lehtë të shpjegoj. Po sepse jeni një specialiste, prandaj dhe keni përjetuar të gjitha me më bëri të lirë. Faleminderit shumë, mbarësi dhe suksese gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit.